Avokati i popullit Naser Zyberi bëri apel deri te qeveria dhe kuvendi që sa më shpejt të sjellin ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Zyberi tha se vendimi i gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e disa dispozitave për ligjin për të punësuarit në sektorin publik dhe administrativ dhe disa akte nënligjore ka krijuar zbrasti juridike e cila dëmton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Apeloj deri te qeveria, deri te parlamenti, që sa më shpejt të kalohet kjo shprastin juridike, të sillet ligji aq i proklamuar për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe me këtë të pamundsohet procesi i deformimit të implementimit të përcaktimit kushtetues për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti mbrëm në emisionin Klik Plus bëri të ditur se ditëve në vijim do të prezantohet e ligji për përfaqësim të drejtë dhe do të hyjë në procedurë. Ligji për përfaqësim adekuat tash ditëve në vijim do prezantohet dhe hyjë në procedurë. Përkundër asaj ne kemi marrëveshje politike për përfaqësim adekuat të shqiptarëve, domethënë në administratën shtetërore dhe publike, dhe mbas analizave kur s'ka ekzistuar balancuesi me marrëveshje politike janë bë rritja rapide e përfaqësimit shqiptarëve në qeveri. Zyberi foli edhe për gjuhën shqipe, ndërsa i bëri apel edhe gjykatës kushtetuese të mos merret me politikë, por siç tha të mbrojë kushtetutën. Ndryshe, avokati i popullit Naser Zyberi sot e prezantoi raportin vjetor për të drejtat e njeriut për vitin 2024. Qytetarët më së shpeshti janë ankuar për shkeljen e të drejtave të tyre nga shërbimet publike, konkretisht nga pushteti lokal dhe ai qendror, nga personat juridik që ushtrojnë autorizime publike, si dhe nga subjekte të tjera.